Cilat janë këto simptoma? Simptomat më kryesore të një deviacioni të septumit janë në vështirësia në frymëmarrje, sidomos gjatë aktivitetit të sfocuar gjatë ditës, apo gjatë gjumit, kur bie në qetësi trupi, ka shumë rëndësi një devijim kur është qofti përparëm, qofti pasëm, mund të japi probleme me frymëmarrjen, pra detyron të zgjohen nga gjumi, të bëjnë atë apne nokturne që ne e quajmë, atë frymëmarrjen e vështirësuar me gërhitje të shoqëruar pas here, sa ato që i shoqërojnë natën mund të thonë që gërhet jashtë mase më shqetëson pjesa e gërhitjes gjatë gjumit. Pra kjo është një nga simptomat kryesore. Simptom tjetër është infeksionet të shpeshta të sinuseve. Mund të shoqërohet me rinosinuzite kronike apo rinosinuzite akute, të cilat e detyrojnë dhe të marrë antibiotik her pas hershëm gjatë vitit. Një tjetër simptom është në vendin ku ka deviacion, enët e gjakut mund të jenë më shumë të ekspozuara dhe këto individ bëjnë epistakse, se quajmë ne, ose hemorragji nga hunda, e cila mund të bëhet e bezisur, sepse qoftë edhe një gërvishtje e lehtë e septumit mund të shkaktojë, apo një viroz mund të shkaktojë një hemorragji nga hunda dhe detyron të shkojë pra një urgjencë për të menaxhuar situatën. Pra bëhet pak e bezdisur për pacientin. Një simptom tjetër është otitet media me efuzion, i quajmë ne, sepse hunda është e lidhur me veshë nëpërmjet tubit të eustakut, që ka një funksion të aerosis së veshit të mesëm, ku janë dhe kockat e dëgjimit. Në rast se ka deviacion, nuk bëhet aerosja e mirë e këtij kavitetit të veshit të mesëm dhe mund të shkaktohet infeksion otit media me efuzion që e detyron pacientin po ashtu të marrë her pas here antibiotik dhe mund të ketë dëmtime dhe të dëgjimit. Kështu që patjetër simptomat janë të shumta edhe problematikat më pas sigurisht janë të dukshme.